skandali i tunelit të Llogaras na tregon pikërisht mënyrën ose sofistikimin e shkallës së korrupsionit që është përshkallëzuar me mandatet vit pas vit, mandatet që vijojnë, si më thënë, të Edi Ramës, sepse që nga vendimi për të hapur tunelin, sepse një vepër e madhe publike si kjo, domethënë, do shtronte pyetjen kujt i shërben. Në vetvete hapja e tunelit të Llogaras mund të flitet këtu për ndikimin në turizëm, po ama vjen pikërisht pas vendimit të Edi Ramës për t'u dhënë këtyre që ai quhen investitor strategjik praktikisht gjithë Bregdetin, që nga Palasi, si thuash, deri te Dërmiu e madje më tutje. Kështu që në vetvete infrastruktura në këtë rast rrugore, hapja e tunelit me shpenzime shumë të mëdha pra, i shërben oligarkisë ekonomike që ka kapur Bregdetin dhe tashmë i duhet edhe një rrugë e shpejtë për të arritur sigurisht jo qytetarë shqiptar aty, se asnjë shqiptar nuk mund të bëj pushime në për ato mega rezortet luksoze që kanë ndërtuar aty Franga, Samir Mane me shok,